Për Shqipërinë, ende nuk është publikuar raporti vlerësimit të piketave të ndërmjetme i bar, mekanizmi teknik që lidh fazën e hapjes së kapitujve me atë të mbylljes së tyre. Pikërisht për këtë çështje opozita ka kritikuar ashpër qeverinë, por deputetja socialiste e Vlorës, Zamira Sinaj, gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, thotë se raporti do të publikohet në fund të këtij muaji. Sinaj e pranon se publikimi është i vonuar, por shuan zërat dhe dyshimet për ngecjet e raportit. Ajo thotë se ky raport është shumë i rëndësishëm, por vlerëson faktin se raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian ka paraqitur një raport pozitiv për progresin e reformave që ka bërë vendi ynë. Ndërkohë që për malin e zi raporti i bar është publikuar në fund të marsit, për Shqipërinë është në pritje. Po, është e vërtet që raporti i bar duhet të kishte dalë në fund të prillit, sipas informacioneve dhe negociatave që ministri i jashtëm është duke bërë me Brukselin, pritet që raporti i bar, i cili është një raport shumë i rëndësishëm që prek pika kyçe të reformave që Shqipëria është duke ndërmarrë dhe pritet që në fund të majit raporti i bar të publikohet, por dua të them edhe diçka që raportuesi për Shqipërinë Andreas Schieder ka paraqitur në Parlamentin Evropian një raport i cili ka të bëjë me të gjitha progreset që ne kemi arritur deri më tani dhe siç e përmenda edhe pak më parë me ju, ky raport u votua me 58 vota pro, ndërsa për raportin i bar e presim të publikohet në fund të majit. Ndërkohë për malin e zi është publikuar. Po, për malin e zi është publikuar në fund të marsit. Por ku është i fokusuar konkretisht raporti i bar? Po, raporti i bar më tepër është i fokusuar tek transparenca, llogaridhënia, reforma në drejtësi, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, liria e mediave si dhe të drejtat themelore të njerëzit. Deputetja e Vlorës Zamira Sinaj mendon dhe shprehbindjen se raporti i bar do dalë shumë shpejt dhe do të jetë pozitiv për Shqipërinë. Besoj se po, patjetër që po, pasi Shqipëria dhe në këto reforma ka për hapa para. Duket se i bar mbeti pezull për të publikuar më shpejt, për shkak se ishte mungesa e konsensusit politik midis 9 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, pavarësisht një vlerësimi teknik pozitiv nga Komisioni Evropian. Shtetet anëtare, përfshirë Gjermaninë, Holandën, Greqinë dhe Poloninë, kanë kërkuar informacione shtesë mbi disa çështje të ndjeshme, ku kryesorja mbetet pavarësia e gjyqësorit. Një pikë e rëndësishme në Gërçi është edhe ndërhyrja politike në sistemin e drejtësisë. Presidenca e Këshillit tani duhet të hartojë një tekst kompromisi që plotëson kërkesat specifike të shteteve skeptike, përpara se i bar të mund të miratohet në mënyrë përfundimtare dhe unanime. Mësohet se data më e hershme e mundshme për një bar formal pozitiv që do t'i lejonte Shqipërisë të fillonte mbylljen e kapitujve të negociatave është fundi i vitit 2026.